Edhe unë prap me ministrën e shëndetësisë, linja në studio, e para njëra është mirë ajo, se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk i keni fut të xherio për t'i zjerë. Problemi është mirë se kemi bë merak. Pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre, apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti. Nuk pret. Nuk pret ere. Dhe po që se nuk e dini ku është, ta shpande njerëz tumër ka emisione televizive ta kërkojnë rrugëve Tiranës. Ilaçet si dinte që ishin shtrentur. Se ça ndodh në për spitale, se ka iden, qa punë e bën kjo Ministri e Shëndetësisë? Se duhet me pyet qa punë e bën Ministri e Shëndetësisë. Sepse për të marrë sot urgjencën, i bie 127-ës lidhe me Tiranën. Pastaj kismeta e Tiranës po t'i bjeri telefonit Lushtjes, edhe ai Lushtjes merr ty thot ku je. E kupton qa ndodh?